I fiksuar me Cristiano Ronaldon, i Show Speed vendos të tregoj dhuratën që i ka bërë legjenda e futbollit. Kohët e fundit, i Show Speed, një nga streamerat më të njohur në botë, ka rikthyer transmetimet e tij live nga shtëpia, një pamje rrallë për ndjekësit e tij. Pas një periudhe të gjatë me udhëtime të shumta, ai u kthye në ambientin e tij të njohur, duke ndarë me fansat jo vetëm energjinë e tij unike, por edhe një pasuri të çmuar personale, një dhuratë nga Cristiano Ronaldo. Edhe pse është një streamer amerikan, është një adhurues i madh i futbollit dhe në veçanti Cristiano Ronaldos, ndër vite ai ka treguar dashurinë e tij për yllin portugez, duke mbledhur sende të personalizuara që lidhen me të si një Lamborghini, një zinxhir dhe një orë. Por mbi të gjitha, dhurata më e çmuar që ai ka marrë në shtëpi është një fanellë veçantë kombëtares së Portugalisë së vitit 2023 me numrin 7 dhe emrin e Cristiano Ronaldos. Fanela nuk është thjesht një suvenir i zakonshëm, ajo është firmosur personalisht nga Cristiano Ronaldo dhe përmban një dedikim të veçantë. Para Speed. Gjatë transmetimit të tij të fundit live, ai e tregoi atë me krenari të madhe duke theksuar se sa e rëndësishme është kjo dhuratë për të. Ai e ka vendosur atë në një kornizë duke ruajtur si një relike të çmuar në shtëpinë e tij. Kjo fanellë është më shumë se sa një dhuratë, është një simbol i lidhjes së tij me idhullin e tij dhe një dëshmi e ndikimit që Cristiano Ronaldo ka pasur në jetën e tij. Ai ka theksuar disa herë se Ronaldo ka qenë gjithmonë një frymëzim për të dhe kjo fanellë është një kujtesë e kësaj lidhje. Tani që ai ka këtë fanellë të personalizuar me dedikim, lindin pyetje nëse një takim mes tyre ka ndodhur tashmë dhe nëse kanë regjistruar diçka së bashku.